Njeriu I parë me karrocë që udhëton në hapësirë. Mikaela Miki Benthaus, 33 vjeçe inxhiniere gjermane hapësirës dhe mekotronikës në Agjencinë Europiane të Hapësirës ESA, ka hyrë në histori duke u bërë personi I parë që përdor karrocë që udhëton përtej vijës Karman, kufiri pranuar gjerësisht I hapësirës 100 kilometra mbi nivelin e detit. Udhëtimi I saj historik u realizua të shtunën në mëngjes në bordin e kapsulës New Shepard të kompanisë Blue Origin, e cila u nis nga Van Horst, Texas. Misioni në S-37 ishte fluturimi I 16 I suborbital turistik I Blue Origin, kompania themeluar nga Jeff Bezos me synimin për ta bërë hapësirën të aksesueshme për më shumë njerëz. Ajo pësoi dëmtim të palcës kurizore në vitin 2018 pas një aksidenti me biçikletë dhe prej asaj kohe përdor karrocë. Gjithashtu, ajo ka treguar se dikur nuk e kishte menduar seriozisht hapësirën si diçka të arritshme për persona me aftësi të kufizuara. Fluturimi zgjati rreth 10 minuta dhe ofroi disa minuta pa gravitet, gjatë të cilave Benthaus shijoi pamjet unike të tokës. Ajo tha se eksperienca ishte intensive por emocionuese, duke përshkruar ngritjen si pjesën më mbreslënse. Përmes këtij udhëtimi, Benthaus synon të kontribuojë në përmirësimin e aksesit në hapësirë dhe po mbledh fonde për kërkime mbi dëmtimet e palcës kurizore, duke frymëzuar miliona njerëz në mbar botën.